Shëngjini dhe Tale do t'jenë në fokus kryesor të Bashkisë Lezhë këtë sezon veror, një gjë e tillë u theksua edhe nga kryetari i Bashkisë Lezhë Pieri Ndreu. Gjatë hapjes së sezonit turistik veror, Ndreu tha se brenda 3 vitesh Shëngjini dhe Tale do t'jenë vendet më të bukura për të vizituar në Shqipëri dhe në rajon. Kryebashkiaku Ndreu theksoi se kemi projekte që transformojnë këtë zonë, e cila është ylli kryesor e ekonomisë së familjeve lezhane. Janë biznesmen, njerëz që kanë po histori në turizmin lezhjan, njerëz që po investojnë, është një kombinacion i jashtëzakonshëm ku shqiptarët e Shqipërisë, biznesmen nga Shëngjini, nga Lezhë, nga Kosova, po bëjnë një histori tashmë në zhvillimin e turizmit të qyteti kaq të bukur. Si vjet, ne vim me shumë ndryshime, vitin tjetër do kemi edhe më shumë ndryshime, brenda 3 vjetësh Shëngjini, Talja, gjithë zona Bregdetit do jenë vendet më të bukura për të vizituar në Shqipëri dhe në rajon. Ne kemi projekte dhe po punojmë çdo ditë që të bëjmë të mundur që të transformojmë këtë zonë e cila përveç të turizmit nuk ka se çfarë prodhon tjetër, sepse është shtylla kryesore e ekonomisë së familjeve lezhane. Prandaj ne nuk do të pushojmë as një ditë për të punuar dhe për të ndryshuar këtë vend dhe për ta kthyer në një ndër vendet si thash më të mirë në rajon. Çdo sezon veror Shëngjini dhe Tale frekuentohen nga mijëra pushues nga vende ndryshme.